Sahatkulla e Prishtinës është një monument i vjetër i trashëgimisë kulturore e ndërtuar në shekullin 19. Lartësia e saj është 26 metra, e morosur me gur deri në lartësinë 16.5 metra dhe me tulla të plota në pjesën tjetër të ndërtesës. Konstruksioni i kulmit është prej druri të mbuluar me plumb. Në të gjitha fasadat e Sahatkullës ka hapja të vogla harkore. Këndët e ndërtesës janë të ndërtuara me gur të gdhendur të lidhur me llaç gëlqëror, kurse sipërfaqet në mes janë të ndërtuara me gur të parregullt të lidhur dhe të sullatuar gjithashtu me llaç gëlqëror. Në brëndi janë shkallët rrethore, në të cilat janë vendosur pllaka të gurëve rasa me trashësi prej 3 cm. Në këtë Sahatkull gjendet këmbana e vjetër, të cilën turqit gjatë luftrave të tyre në Moldavi dhe Vllahi e morën si plas lufte dhe e sollën.